Ushtria amerikane po dërgon një aeroplan mbajtëse në ujërat pranë Amerikës së Jugut. Ushtria amerikane po dërgon një aeroplan mbajtëse të ujërat pranë Amerikës së Jugut në përshkazimin dhe grumbullimin e fundit të forcave ushtarake në rajon, njoftoi Pentagoni. Sekretari i mbrojtjes i presidentit Donald Trump, Pete Hegseth, urdhëroi anijen luftarake USS Gerald Ford dhe grupin e saj të sulmit të vendoseshin në komandën jugore të Shtetit të Bashkuar për të forcuar kapacitetin e Shteteve të Bashkuar për zbuluar, monitoruar dhe ndërprer reaktorët dhe aktivitetet e palishme që kompromitojnë sigurinë dhe prosperitetin e Shteteve të Bashkuara, tha zëdhënësi i Pentagonit Sean Parnell në një postim në mediat sociale. Vendosja e një aeroplan mbajtëse është një përshkallëzim i madh i fuqisë ushtarake në një rajon që tashmë ka parë një grumbullim jashtëzakonisht të madh ushtarak të Shteteve të Bashkuara në detin e Karajibeve dhe në ujërat pranë Venezuelës. Ushtria amerikane ka kryer sulmin e saj të 10 ndaj një anije të dyshuar për transport droge, duke lënë 6 persona të vdekur, tha Hegseth më herët të premten, duke fajsuar bandën Tren de Aragua për drejtimin e anijes. Ritmi i grevave është përshpejtuar ditët e fundit nga një prej disa javësh ku filluan për herë të parë dhe 3 herë në javë, duke vrarë gjithsej të paktën 43 persona që nga shtatori